Vetëm një muaj pas rihapjes, Kinema Republika në Shkodër është kthyer në kineman më të frekuentuar në vend, duke regjistruar numrin më të lartë të biletave të shitura. E rjetëzuar dhe menaxhuar nga Bashkia Shkodër, Kinema Republika ka rikthyer Shkodrën në hartën e premierave ndërkombëtare, duke dëshmuar se publiku shkodran di të vlerësojë kineman moderne dhe cilësore. Përgjegjësja Kinema Republika, Egena Zymeri, shprehet se vetëm në një muaj nga hapja, shifrat flasin vetë për interesin dhe frekuentimin e lartë nga publiku. Në vetëm një muaj, Kinema Republika kthehet në destinacionin më të pëlqyer kulturor. Statistikat flasin vetë për rezultate shumë të mira dhe shumë pozitive. Bëhet fjalë për 5515 bileta të shitura nga distributorët si vendas ashtu edhe të huaj, ku frekuentimi spikat shumë jo vetëm i fëmijëve, po i gjithashtu i të gjitha grup moshave. Gjatë janarit na kanë shoqëruar edhe premierat vendase. 2026 vazhdon me premiera të mëdha botërore. Do jetë një vit goxha intensiv dhe shumë për shumë i mbushur me emocione për Kinema Republikën. Premierat globale, sallat plot çdo ditë, rekord për filmat për fëmijë dhe për herë të parë, shfaqja filmit shqiptar në një hapësirë me standarde ndërkombëtare, me cilësi maksimale audio dhe video, e kanë kthyer Kinema Republika në Shkodër në një pikë të rëndësishme referimi kulturor. E pajisur me projektor 100% laser dhe sisteme audio të gjeneratës së fundit, Kinema Republika është sot një destinacion kulturor dhe argëtues me rëndësi kombëtare.